Këngëtarja e njohur tregon arsyen pse urrente emrin e saj kur ishte fëmijë. Emri Billie Eilish, ashtu si zëri i saj, stili, çmimet dhe gjithçka tjetër është pjesë e asaj që bën atë kaq unike si artiste. Prandaj, është surprizuese të dëgjosh si Billie në fakt e urrente emrin e saj kur ishte vogël. Madje këngëtarja pranoi se dëshironte shumë një emër më vajzëror. Në një intervistë, ajo u përgjigj pyetjeve të bëra nga të famshëm të tjerë. Pyetjet varionin nga Chappell Roan, e cila pyeti pse Bill hoqi dorë nga thonjtë e gjatë, përgjigja për të luajtur instrumenta, deri tek Stella McCartney që pyeti nëse ajo dhe vllai i saj mund të lexojnë mendimet e njëri tjetrit, përgjigja po, sidomos kur shkruajnë muzikë bashkë. Dhe pastaj erdhi pyetja nga Idris Elba për emrin, a ishte krenare për emrin e saj apo ndiheshe në siklet. Billie, e cila mban emrin e gjyshit të saj, u tregua e sinqert në përgjigje duke treguar se absolutisht e urrente emrin Billie kur ishte fëmijë. Mendoja se ishte emër për djem, këtë e dëgjonte çdo ditë. Më kujtoi që ishe shumë e zemëruar dhe gjithçka që doja ishte një emër vajzëror si Violet apo Lavender, diçka e bukur dhe me lule. Është qesharake sepse tani nuk ka asnjë emër tjetër në univers që mund të jetë emri im përveç Billie. E dua emrin tim shumë, përfundoi ajo.